Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show. Jemi përsëri nga Gjermania këtu me një personazh tjetër të radhës. Kemi një personazh nga diaspora shqiptare, nga komuniteti këtu, i spikatur do thoja me aktivitetin e tij qoftë në sferën vullnetare dhe atë arsimore. Është zotëri Afrim Hasani, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vjej. Si po ndjeni në studio të Origina Show? Mirë shumë, ju falenderoj për ftesën, ju përgëzoj për punën e tuaj, për punën tuaj dhe për angazhimin tuaj që jeni gjithmonë afër diasporës tonë shqiptare. Faleminderit, është kënaqësi që të prezantojmë dhe të pasqyrojmë aktivitetin tuaj. Dhe Origina e Afrimit nga është? Unë vi nga një fshat i komunës së Zubin Potokut, në Kosovën Veriore, i lindur dhe i rritur atje, qysh se 30 vjet ka marrë në Gjermani, jetoj dhe punoj dhe veproj këtu në Gjermani, në qytetin e Shvebish-Gmyndit, në jug perëndim të Gjermanisë. E keni vizituar shpesh vendlindjen këto kohë të fundit? Po zakonisht unë 2 herë, 3 herë, 4 herë në viti shkoj dhe vizitoj familjen, vizitoj Kosovën, vizitoj Shqipërinë. Pra keni 3 e kusur dekada që jeni në Gjermani. Si ka qenë fillimi juaj këtu? E kishit paramenduar, u deziluzionuat kur erdhët këtu, gjetët një realitet tjetër, se i thonë një fjalë çdo fillim është i vështirë, apo kishit për krahun ndonjë farefisi, ndonjë familjari? Asnjëherë nuk e kemi menduar, jo vetëm po mendoj që edhe shumë tjerë nuk e kanë menduar se çfarë do të na pret në Gjermani. Unë kam marrë si refugjat para mbi 30 viteve, por unë kam marrë, më ka prit fare një daja më ka prit këtu nga farefisi im, më ka ndihmuar, më ka dhënë hapat e parë dhe pastaj kam vazhduar me punën dhe që atëherë në ato vite kur kam marrë nuk kam ndalë më me punën, me veprimtarinë time. Emrat gjerman i kam pak vështirë për t'i theksuar, po sidomos qytetin ku jeton ti, nderuar Afrim, e kisha shumë vështirë. Prandaj na trego si quhej qyteti ku je. Unë jetoj dhe veproj në qytetin e Shvebish-Gmynd. Rreth 30 vite, mbi 30 vjet i kam që jetoj dhe veproj aty. Është 45 km nga Stuttgarti, drejtim të Ulmit, mes Ulmi edhe Stuttgarti. Është një qytet i vogël, jo i madh, 64.000 banori ka, një qytet historik që ekziston që nga viti 1961, i ka mbi 120 kultura të ndryshme, nacione të ndryshme që jetojnë me një vend. Është qytet i cili është i mbrojtur për UNESCO-s. Është një qytet shumë i vogël dhe shumë... I vogël, po me zemër të madhe, duke marrë parasysh numrin e madh të 120 nacionaliteteve të ndryshme. Është kjo karakteristike këtyre vendasve që kanë hapur portat dhe zemrën për të mirëpritur dhe për t'i bërë pjesë të jetës së tyre këta të huaj? Si është marrëdhënia e vendasve me juve shqiptarët, po edhe me tjerët? Ne kemi posaçërisht ne shqiptarët kemi marrëdhënie shumë të mira që nga kryetari i bashkisë, kryetari i komunës, në zgazyrja e integrimit, nga gjitha ministrit. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, jemi shumë komunikues mes vete, na respektojnë, na dojmë, ne jemi integruar, të gjithë jemi integruar, të gjithë punojmë, të gjithë veprojmë me familje, me gjithë. Prej fillimit kur ke ardhur në këtë qytet dhe nuk e lëviz, apo? Asnjëherë nuk kam lëviz. Domethënë që ke bërë vendali Afrim. Po, këtu kam më shumë jetë se sa në Kosovë që kam pas. Kam marrë me 23 vjet në Kosovë, 30 i bona këtu. E kështu. E kjo është jeta. Kjo është jeta. Gjithsesi të jetosh në Gjermani në fakt do thotë të hysh dhe të integrohesh në disiplinën, në rregullat e jetës së gjermane. Ka qenë e vështirë kjo? Po në fillim ka qenë e vështirë. Na kemi qenë refugjat luftës, unë kam marrë para lufte, po sido që tjetë ka qenë pak e vështirë për neve, kjo disiplina e gjermanëve, kjo rregulla e tyre ka qenë pak e vështirë në fillim, po ne si shqiptar adaptohemi shpejt. Nuk asimilohem, por integrohemi shpejt. Dhe fal kujt është ky proces apo ky trend apo ky fenomen që shqiptarët nuk asimilohen lehtë, integrohen, por jo nuk asimilohen. Kujt ja dedikon këtë sukses, këtë merit, do thoja? Po këtë merit ja u dedikoj edhe të parëve tanë, shqiptarëve tanë që kanë qenë edhe para neve. Ne kemi në Shvebish-Gmynd, për shembull, kemi qytetarë shqiptarë ose bashkëdhetarë tonë që kanë ardhur nga viti 1968. E marrëveshja famshme që ka qenë me ish Jugosllavinë, kanë qenë qytetarë tonë dhe kemi akoma sot
Tash jemi afër 800 familje në qytetin tonë me rrethin shqiptar. Dhe për çfarë shquhen më tepër shqiptarët që jetojnë në këtë qytet, ku janë më të spikatur në cilat drejtime më shumë? Po qytetarët tonë janë më shumë të spikatur në biznese dhe në shkollë. Ne kemi jashtëzakonisht shumë kemi studenta në zonësa që kryjnë shkollë profesionale, që kryjnë fakultetin, që kemi inxhinierët maqinerisë, kemi inxhinierë ndërtimtarisë, kemi banka financa, kemi në sigurimet ndryshme. Pra është një gjeneratë e suksesshme të cilët janë mirë integruar tashmë edhe në sistemin e jetës gjermane, në për institucionet të ndryshme, pasi ato kanë përfunduar edhe studimet përkatëse, apo jo? Po, ne kemi shumë qytetarë, kemi shumë të rinj sot që shkojnë në bankë dhe flasim shqip, shkojmë në sigurim shëndetësor, flasim shqip, shkojmë në për ministritë të ndryshme, në për shkollat të ndryshme dhe flasim shqip. Nuk na duhet më përkthyes, edhe pse ne kemi mësuar gjuhën, po mirë jemi sikur në vetëlindje, ndijmë veten sikur në vetëlindje, kur shkojmë në bankë dhe flas shqip, më duket sikur të jemi në Kosovë. Si ka evoluar brenda këtyre 3 dekadave, do thoja edhe këndvështrimi i vendasve për shqiptarët në këtë qytet? Ka evoluar natyrisht se po, por ku e vren më tepër këtë evolim, në çfarë drejtim është më shumë? Po në fillim ka qenë mjaft vështirë, ne kemi ardhur gjatë luftës, para luftës, dikush edhe mbas luftës, ka qenë mjaft vështirë në fillim, po me kalimin e kohës duke na parë neve, duke na dhënë mundësi neve të angazhohemi në punë, të angazhohemi në shkolla, në kurse të ndryshme, edhe qytetarët gjerman, qytetarët vendase kanë pa që ne jemi që integrohemi, ne dojmë të punojmë, të angazhohemi, të integrohemi, dhe sot asoj dite ne angazhohemi jo vetëm në punën tonë që kemi, po dhe punë vullnetare dhe ndihmojmë në aspekte ndryshme. Në jetën ndërkomunitare, jeni të përfshirë. Sa është interesante të jetosh në një qytet prej 64.000 banorësh këtu në Gjermani, duke marrë parasysh se mund të llogaritet si qytet i vogël, ndërsa të ne shqiptarët në pjesët tona mund të jetë një qytet mesatar dhe jo i vogël. Sa është interesant, sa ka, do thoja, jetë të rive, sportive, aktivitete kulturore, si funksionojnë këto në kuadër, qoftë edhe për vendasit, por edhe për të huajt. Është trendi njësoj si për të ne shqiptarët që të rit gjithmonë kanë destinacion qendrat më të mëdhaja për të shkuar, për të jetuar, apo ato nuk e braktisin vendin e tyre, qytetin e tyre, edhe pse i vogël? Unë mendoj se kemi shumë të rinj që nuk e braktisin vendin, edhe pse kanë studiuar, edhe pse kanë vazhduar shkollën, janë ngrit me poste të larta, në nivel shumë të lartë, po mirë ka shumë që rrin atu tek na, se është vendi, është qytet historik, është vend i qetë, vend i mirë. I kitë gjitha që ka i një pra të rit nuk e kanë tendencin, sikur të ne për shembull që nga një zonë siç ta zëm nga Prizreni, vinë e studiojnë në Prishtinë dhe ngelin në Prishtinë, nuk kanë dëshirë të kthehen në Prizren, edhe pse Prizreni është qyteti më i bukur, apo jo? Ashtu, kete drejt. Ndoshta ka edhe këtu të na, po ju me të madhe, ashtu që çdo herë sa herë që shkon dhe studion në Stuttgart apo në Frankfurt, të jetë atje, shumica e tyre kthehen prapë. Pasi vendi i tyre ofron mundësi maksimale të përfshihen në punë, në fabrika apo në dikastere të ndryshme, apo jo? Çdo njeri që don të punon, ai e gjon veten, e gjon vendin e punës. Ka ose kemi lidhjen me tren në Stuttgart, jemi për 35 minuta. Në Ulm, në Alen, në gjitha qendrat jemi shumë afër, nuk jemi larg, kështu që ja vlen të jetohet në shpejtësi, se është qytet i qetë. Është qytet i mirë, është qytet i qetë, nuk ke probleme për rritjen e fëmijëve, për familjen është shumë i mirë. Është dallim i madh mes një qyteti me 600.000 banorë siç është Stuttgart dhe një qyteti me 64.000 banorë siç jemi ne. Është një dallim shumë i madh. Pak a shumë njerëzit njihen mes vete. Shumica e njerëzve njihen mes vete, unë që 30 vite ato sa herë që dal jashtë, ne njihemi mes vete. 30 vite më shumë se sa që kam pas në Kosovë, kam këtu jetë. Është qytet i vogël, ne njihemi mes vete, kurse në Stuttgart apo në Frankfurt nuk e një as fqinin tonë që banon me një ndërtesë, nuk e një, se hinë dalin e shkojnë e vinë të rije, nuk një. Dhe ku jemi të kënjohjet, më tha që jetojnë aty rreth 800 shqiptarë, apo jo? Rreth 800 familje shqiptare. 800 familje shqiptare? 800 familje shqiptare. Do më thënë jetojnë më shumë se 800. Me rrëfin, jo vetëm në brendësi qytetit, po me rrëfin. Dhe sa janë shqiptarët të kompakt me njëri tjetrin, të bashkuar, sa din të gëzojnë bashk, të festojnë bashk,
kur janë në situata kritike të ndihmojnë njëri tjetrin? Po, ne jemi popull i veçantë sa i përket ndihmës të njëri tjetrit apo këtyre gjëra kur ka dikush nevojë. Ne jemi shumë kompakt mes vete, ne jemi dallum. Nuk duhet ta lëvdoj popullin tim, por ne jemi me të vërtet jemi dallum kur ka nevojë për raste smundje, kur ka nevojë për ndihmë, çka do që tjetë ajo, ne jemi shumë afër njëri tjetrit. Jemi shumë afër njëri tjetrit. Faktikisht meritoni një përgëzim edhe nga ana jonë ka të bëjë me një iniciativë tuaj në shkurt të këtij viti 2025, ju edhe themeluat edhe shkollën në mësimin e plotësues të gjuhës së shqipe, pikërisht në qytetin tuaj. Na flisni pak për këtë, si erdhi deri te kjo iniciativë? Po, ne kemi hap shkollën shqipe Ardmëria në Shvebishkmend në shkurt të këtij viti, me datën 17 shkurt, në ditën e pavarësisë së Kosovës. Ka dosh Zoti ma ka dhënë mundësinë mua, ndoshta ka pas njerëz që kanë qenë edhe më të angazhuar se unë, po ma dha Zoti mundësinë mua, unë e shfrytëzova edhe në bashkëpunim me konsulatën, mas pari me prindit, me konsulatën tonë që kemi në Stuttgart, konsulata e Republikës Kosovës, në krye me udhëhecin Hamdi Berbatovci, me Shpresa Ramën, me Arbrien, me Gramosin, me gjithta na ndihmuan. Por dua t'i falenderoj edhe organet shtetërore, edhe organet e qytetit tonë, si drejtorin e shkollës, zotri Grajna, sekretarin e komunës, si çdo njërin që ka qenë pjesë, si prindit tonë që kanë qenë pjesë e këtij evenimenti që kena pas atë ditë që e bënën gjithë këtë organizim. Ishte dinjitoz. Ishte dinjitoz, ishte shumë i mirë. Bëroj faktikisht kjo iniciativë nga ju, nga arsimdashës të tjerë, nga prindër të tjerë, por si ishin ato hapat e parë për t'i njoftuar familjarët, prindërit për këtë iniciativë, si u prit sa i kënaqur nga mbështetja që gjeten nga ta, nga këdijshmëria për t'i sjellë edhe fëmijët e kështu me radhë? Unë kur e kam marrë këtë iniciativë në bashkëpunim me disa prindë tjerë që kena marrë iniciativën më pari, unë thash duke i falënderuar Zotit që më ka dhënë mua mundësinë se kisha një marrëveshje jashtëzakonisht mirë me qytetin, me kryetarin e bashkisë. Për të cilën do flasim në pjesën e dytë. Do flasim në pjesën e dytë. Me të gjithë komunitetin më njeh që 30 vite më njeh ato dhe kisha kontakt jashtëzakonisht mirë me prindit, me qytetarët. Edhe kur kam dalë dhe i kam treguar se kem një projekt madhor për qytetarët tonë, se që nga viti 1968 kemi qytetarë shqiptarë në Shvebishkmend. Asnjëherë s'kena mujt me hap një. Pra kjo është një arritje historike, do thoj. Një historike për popullin shqiptar, domethënë për komunitetin tonë shqiptar që jeton në Shvebishkmend. Komuniteti nga cilat treva parafërsisht? Ne kemi komuniteti shqiptar, kemi nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga Prisheva, Bujanovci, nga gjitha treva tona kemi shqiptarë. Pra që nga një Shqipëri natyrale në qytetin tuaj. Një Shqipëri natyrale, po këtë drejt, një Shqipëri natyrale. Kemi shumë, me kam prit mjaft mirë. Natyrisht, ne kemi tani viti parë shkollor që ka filluar si 2024-25, i kemi 30 nxënësa. Sa bukur. Natyrisht që kam dëshirë të jenë 60, se kemi kapacitet. Kemi kapacitet e kemi shkollën. Po besoj se do bëhet. Se i thonë një fjalë është i rushin piqet, apo jo? Po me kalimin e kohës, po vedisohen njerëzit, po afrohen njerëzit, shkolla po bëhet një vend takim i familjarëve. Se po vinë familjarë, po vinë prindit, po takohen, po vinë fëmijë në shkollë, po i marrin për shkollë, po komunikojnë njëri me tjetrin, po afrohen. Pra është një arsye më shumë. Po një arsye më shumë të takohen. Faktikisht janë ulëse ndërmjet familjeve mision, po. Ne kemi edhe një mësuese shumë të përgatitur që ka punuar, ka përvojë në arsimin e Kosovës mbi 10 vjeçare. Ai më mëson fëmijën me përkushtim jashtëzakonisht madh, me dëshirën më të madhe për komunitetin tonë. Është shumë i jashtëzakonshëm, i don fëmijën shumë, edhe të na është çdo gjë pa pagesë. E mira kësaj është çdo gjë pa pagesë, çdo gjë është punë vullnetare. Deri tani edhe kjo është punë vullnetare, do të flasim edhe për këtë pjesë në pjesën e dytë. Tani do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do flasim edhe për angazhimet në sferat e ndryshme ku faktikisht të njeh komuniteti, por edhe vendasit. Ti ndjekim.
Kujtoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është e çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri i televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio të dashur televizionist, tashmë në pjesën e dytë me të ftuarin tim është Afrim Hasani, njihet si një veprimtar i shquar për çështjen adetare, vullnetare, gjithashtu arsimore këtu për shqiptarët në Gjermani. Ku jemi tek shkolla shqipe, në të cilën faktikisht do thoja ndoshta është ndër më të rejat këtu në Gjermani, ka të bëjë gjatësia e saj e fillimi nga 17 shkurt i vitit 2025. Keni nxjerrë edhe, do thoja, eksperienca të reja, kërkesa të reja, se çfarë duhet të bërë në të ardhmen që mbarvajtja e proceseve të arsimore të funksionojë sa më bukur edhe të jetë sa më, do thoja, magnetike për prindërit që të sjellin fëmijët e tyre. Po, ne shohim çdo ditë që fëmijët tonë përparojnë sa i përket gjuhës dhe kulturës dhe traditës tonë. Bukur. Në shkollën tonë mësojnë fëmija alfabetin, mësojnë shkrimin, leximin, mësojnë për historinë dhe gjeografinë e kombit tonë shqiptar. Dhe çdo ditë ai që i ka fëmijën ato, unë kam 2 fëmijë mi kam ato, edhe çdo ditë vinë me nga një pyetje të re. Çka është kjo? Pse është kjo? Si vjen kjo? Si vajti kjo? Për çdo ditë mësojnë diçka të re. Kjo është diçka madhore për neve. Ka patur impaktin e vet faktikisht këto 30 margaritarët e parë tek familjet e tjera që t'i shohin dhe të pyesin, të interesohen si mund ta regjistroj fëmijën? Ka pasur edhe asi, ne do të fillojmë tani në muajin korrik, do të fillojmë me regjistrimin e nxënësave të ri, që do të fillon viti shkollor 2025-26 nga shtatori, nga 15 shtatori. Ka pasur prind që më kanë pyet dhe shumicës ja u dërgoj formularin online, dhe do ta kenë tek faqja e Facebookut të shkollës tonë. Shumë bukur. Shkolla shqipe Ardmeria-GD. Ato do ta gjejnë edhe ato do ta gjejnë formularin, përndryshe do të drejtohen mua apo mësuesës tek shkolla do ta gjejnë formularin. Shkolla faktikisht e mësimit plotësues në gjuhën shqipe zhvillon aktivitetin e vet në institucionin arsimor të shkollës
Si quhet shkolla? Po, ne zhvillojmë aktivitetin tonë në shkollën gjermane, domethënë në shkollën në ambientet e shkollës në ambientet e shkollës, me gjitha kushtet dhe kushtet, parametret e duhur me arsimore. gjitha që i kanë në zonësat gjerman, i kanë në zonësat tonë, në të njëjtat klasa mësojnë. O sa bukur. Në të njëjtat, unë i kam fëmijën ato edhe Ku fëmijët ndjen të sigurt, ndjen dinjitoz, po. Patjetër, çdo gjë është me norma ligjore, çdo gjë është me rregull. Ne kemi zgjedh se kemi pas fatin që na u ka mundsuar nga ana e qytetit, domethënë nga Ministria e Arsimit, nga drejtori i shkollës, nga kryetari i komunës, kryetari i bashkisë, zotri Richard Arnold, që e përshëndes shumë dhe e falenderoj se ai na ka ndihmuar shumë në këtë aspekt. Po fëmija ndjen veten shumë të lirë, se janë edhe gjatë ditës në atë shkollë, po edhe mas dite kur e mojmë çdo të premte që e mojnë mësimin, janë po të njëjtën shkollë. Ne nuk kemi desh dikun tjetër, po pikërisht kemi zgjedh shkollën. Fëmija kanë më dëshirë të mësojnë në banka shkollore se sa në për dikun tjetër, e kemi zgjedh shkollën dhe jemi shumë të lumtur. Në kuadër të shkollës dhe mësimit gjërave elementare, informacioneve për historinë, alfabetin, gjuhën, letërsinë, ka tendenca apo iniciativa që të bënë edhe grupe kulturore të valles, të recituesve, siç kanë edhe shkollat të tjera? Do punonin në këtë drejtim? Po, jemi duke punuar në këtë drejtim, mësuesja është angazhuar me fëmijën, jemi çdo javë nga 15 sepse pasuron jetën kulturore, do thoja, edhe të vetë komunitetit, me rastin e festave, kështu me radhë. Patjetër, ne jemi duke u përgatitur dhe festën e parë që e kemi me 19 tetor, është dita e kulturave, Tag de Kulturen i thonë këta gjermanët, dita e kulturave. Ato do të marrim pjesë me nxënësat tonë, do ta kemi një valle edhe një monolog. Do ta kemi në atë fest, po patjetër se mësuesja angazhohet çdo ditë angazhohet me fëmijë edhe çdo javë ku shkojnë në shkollë, angazhohet me valle, me monologe, me vjersha, me gjëra të tilla. Edhe tani ku jemi tek përfaqësimi dinjitoz, logjistika, infrastruktura, gatishmëria nuk mungon. Janë krijuar parakushtet, prindërit sjellin fëmijët e tyre, por me sa e kam kuptuar deri tani çalojmë në një drejtim. Të gjitha shkollat e mësimit plotësues të gjuhës shqipe, arsimtarët nuk paguhen. Thjesht ata mund të mbështeten financiarisht qoftë nga prindërit apo her pas here me ndonjë dhuratë, do thoja simbolike, me një shumë simbolike edhe nga përfaqësia diplomatike këtu e Kosovës apo konsullata, por nuk janë të futur në ndonjë skem financimi qoftë të Ministrisë Gjermane, komunës, por as edhe të Kosovës. Juve personalisht, si themeluesi kësaj shkolle, çfarë merr mendja, sa mund të shkojnë të gjëra thjesht në suazat një gatishmërie vullnetare? A duhet faktikisht të kapërcet ky rreth dhe institucionet e qeverisë së Kosovës këta mësues t'i financojnë, të futen në skemën e financimit? Unë mendoj se po. Nuk është thjesht që një mësues vjen dhe i mëson fëmijën e mi apo tut apo atij tjetrit 2 orë. Është thjesht gjatë gjithë javës përgatitet, ka përgatitje, ka termine, ka seminare, ka gjitha gjërat kam i përcjell sikurse në Kosovë apo në Shqipëri. Unë mendoj se është shumë e nevojshme, se edhe që ai mësues që shkon ka marrë për shfebishmyni, ka marrë në Stuttgart, ka më shku atje me marrë pjesë në aktivitetin e ato dikush duhet i paguaj. Ato i paguajnë mësuesja vet. Deri tani ne kemi mësuesën vullnetare. Që ka mësuese milionere. Jo, nuk është milionere nga zemra, jo nga financat, po e ka dëshirën e madhe që mund të stilojmë fëmijën tonë të asimilohen, e ka dëshirën e madhe të punoj dhe t'ju tregoj fëmijëve tonë origjinën tonë, se nga vim ne, kush jemi ne. Pikrisht. Ajo është shumë e veçantë për shembull të gjithë mësuesat. Po unë po flas për mësuesin tonë që jemi shumë e fat që e kemi dhe vazhdon të punoj. Po sa para i shkojnë Kosovës nga Morgata o i nderuar, po një përqindje shumë e vogël të ndanë për arsimin e fëmijëve të mërgjimtarëve tanë nga qeveria e Kosovës mjafton. Shkojnë me miliarda euro nga diaspora shqiptare, është generatori dhe furnizuesi kryesor i ekonomisë kosovare. Edhe patjetër shteti i Kosovës duhet të tregoj veten këtë rast apo jo? Patjetër. Edhe duhet të bëhemi të zëshëm, sidomos të gjithë ne këtu,
që faktikisht mësuesit shqiptar të futen në skemën e financimit të Ministrisë së Arsimit. Pse jo? Patjetër se po, mu më vje keq shumë për arsimtarët, mësuesit dhe mësuesit që punojnë që 30 vite, që 3 dekada, e kanë dhënë mundin e vetë dhe i kanë mësu gjenerata tona të reja që sot dikimi e flasin gjermanishtën, e flasin shqipen perfekt, e flasin anglishtën, e shumë gjuhë tjera, po pasaçërisht mu po më dhem zemra tek gjuha shqipe. Unë i përgëzoj ata mësuesa që kanë punuar se mësuese që kanë punuar 30 vite. Pa ato kanë qenë rrethana të tjera, kanë qenë rrethana lufte, kanë qenë rrethana të vështira. Pas lufte, po flas posaçërisht tani e ka mundësinë edhe qeveria shqiptare dhe qeveria kosovare, gjitha qeveriat e kanë mundësinë ta ndajnë një fond sa do të vogël të motivojnë mësuesat. Të paktën harxhimet e vete dhe ju takon, nuk kërkohet lëmosh tek e fundit. Jo. Thjesht diaspora është pjesë vitale e kombit. Patjetër. Pavarësisht se jetojmë në distancë, ne jemi pjesë e përgjegjësive, domethënë e votës, e kontributit financiar dhe natyrisht duhet të kemi edhe përfitime nga vetë sistemi i shtetit tonë, apo jo. A pavarësisht a jetojmë në Mitrovica, a jetojmë në Frankfurt, a jetojmë në Stuttgart, ne duhet të jemi edhe në përkujdesjen e umbrellës shtetërore. Ashtu është këtë drejt, ata duhet na shohin neve që jemi pjesë e tyne. Absolutisht. Pjesë e tyne kudo që të jetojnë. Jo vetëm duke marrë, por edhe duke dhënë. Ashtu është. Të paktën të na subvencionojnë shkollat tona, mësimdhënësat tonë, të subvencionojnë sadopak, të motivojnë që mos t'i lënë gjeneratat e tona të humbin. Absolutisht, do të jetë prioritet i Ministrisë së Arsimit dhe Diasporës edhe i punëve të jashtme, besoj. Dhe ne faktikisht në të ardhmen do të bëjmë një cikël të veçantë dhe do të diskutojmë për këtë temë dhe do të bëjmë të zëshëm që faktikisht këtë pjesë shumë të ndjeshme dhe shumë kontribuese të kombit ton t'i krijojmë rrethana më dinjitoze për të qenë tamam së funksionuari, së duhuri për mësimin plotësues të gjuhës shqipe në Gjermani, po edhe në mbar diasporan. Të ndiqet fillimisht një model ndoshta me Gjermaninë dhe pastaj një model apo formule tillë të shpërndatë në të gjithë botën, pse jo? Mendoj se po, patjetër se nëse ne e humbim hapin edhe nuk ja udhëzojmë gjuhën fëmijëve tonë, nuk ja mësojmë kulturën, traditën tonë, gjuhën tonë, fëmijët do të na humbin. Edhe ne sot po shkojmë Kosovë 2 herë, 3 herë, 4 herë në vite. Po fëmijë tim nëse fëmia im nuk e din origjinën e vet se ka ardhur, gjuhën nuk e din, kulturën, historinë, gjeografinë e popullit shqiptar, ai dikur nuk do t'i çon fëmijën e vet në Kosovë. Deri tani në suaza vullnetare kanë bërë një punë të shkëlqyeshme shoqata shqiptare, duke i shënuar festat kombëtare, qoftë festën e pavarësisë së Shqipërisë, të Kosovës, festat të tjera, duke mbledhur komunitetin, familjet, duke nxjerrë këngë valle, recitime, duke sjellë edhe artistë nga vendlindja. Pra, ka qenë një kontribut i jashtëzakonshëm i shoqatave deri tani, të gjitha këto faktikisht në formë vullnetare, apo jo? Patjetër se po, i kanë mbledh popullin, i kanë bërë komunitetin bashkë në festa të ndryshme. Ju jeni përfshirë edhe në kuadër të shoqatave, besoj? Po, unë jemi përfshirë edhe ne kemi 2 shoqata, i kemi në Shvebishmën. Kemi nga vitin 1997 kemi shoqatën kulturo-sportive Adheu, edhe nga viti 2016, fillimi i vitit 2016 kemi qendrën islame shqiptare, aty ku edhe jam tani si antar i qendrës islame shqiptare në Shvebishmën, dhe mundohem ta jap mundin tim aq sa kam mundësi. Shumë bukur. Përveç kësaj, Afrim Hasanin e njohin edhe si një figurë që asiston në integrimin e bashkëdhetarëve tanë në pjesën ku ju jetoni dhe veproni ndër vite, pasi që jeni pjesë e strukturave shtetërore të Gjermanisë në sektorin për të huajt, po gjithmonë i angazhuar dhe duke dhënë kontribut vullnetar. Që sa vite jeni angazhuar aty, saktësisht na tregoni për këtë përvojë, sa ju sjell satisfaksion, kënaqësi, përgjegjësi e kështu me radhë. Po, unë jam punëtor vullnetar i qytetit të Shvebishmërit, përkatësisht jam përkthyes vullnetar i gjuhës shqip-gjermanisht. Okay. Dhe jam çdo të ejte, jam në qendrën e mirësiarës, Welcome Center në Shvebishmënd. Okay. Ato jam që nga viti 2020, por me misionin tim, punoj që nga viti 2014, unë po i punë vullnetare për komunitetin tim. Dhe plotësoj çdo gjë, dokumenta që kanë si të shkollës, si të zyrës hujve, si zyrës rajonale, si ministrisë të punës, kasës familjare, kasës shëndetësore, çka do që të kanë, formular, çka do që të kanë, të lashe drejtohen
Shumica e ty në drejtohen tonë. Po njëm një urë lidhse në mes qytetarëve dhe qytetit, do më thonë ministrive shtetërore. Kjo është një ndërmese e jashtëzakonshme për gjithë ata të cilët dëshirojnë të integrohen. Jem edhe antar i Këshillit të Integrimit, që i përfaqësoj shqiptarët e Shërbishmynit, dhe kanë mundësinë për çdo pyetje, çdo të lashe që kanë, çdo problem që kanë të drejtohen, dhe unë do ta bartja atë problem ty dhe do ta çoj atje ku është veni, jo të flasim në rrugë apo dikun tjetër, po do ta çoj ku është në adresën e duhur. Në adresën e duhur, do ta çoj problemin dhe të lash në çdo njonit. Natyrisht se ka sfida të ndryshme integrimi, ka domethënë dyert të panjohura në për të cilat duhet të trokasin, të kalojnë faktikisht të bashkëdhetarët tanë. Në cilat sektore më tepër ata ngecin? Po më së tepër ngecin në sektorin e zyrën e të huajve. Okay. Më së tepër kanë punë ato dhe më së tepër kanë telashe ato. Po kadosh Zoti na ka mundsuar neve, jam unë ato dhe për çdo gjë është falas te na. Okay. Çdo gjë është falas. Këshillimi, asistimi, çdo punë që bëhet është falas te na. Asgjë nuk kushton dhe është i mirë se ardhur çdo kush. Ne nuk jemi jashtëtoksor që t'i zgjidhim çdo problem, po jemi ata të cilët e bartin problemin në vendin e duhur dhe kërkojmë zgjidhje. Po. Kërkojmë zgjidhje. Kjo është vetëm për komunën tuaj, për qytetin tuaj, apo këtë kontribut i jep për shqiptarët edhe për rajonet tjera? Unë edhe për rajonet, edhe këtë kontribut edhe për rajonet tjera. Duke dhënë informacione, këshillime natyrisht. Po, unë do këshillim edhe jashtë qytetit tonë, domethënë për komunitetin shqiptar kudo që janë, që kanë nevojë më të thrasin, kam njerëz që i njoh nga Berlini, kam njerëz nga Düsseldorf, nga Leverkusen, München, kam Stuttgart, kam vende të ndryshme që më thrasin për këshillime ato që ka di dhe që ka muj. Sa e kanë lëshuar zemrën gjermanët për të hap portat e pranimit, edhe shumë të interesuar që dëshirojnë të vinë të jetojnë në Gjermani, na trego kështu hapur. Çfarë flitet aty në për ato takimet që keni, si është gatishmëria e tyre, sidomos për ne shqiptarët bëhet fjalë. Shiqon, neve qysh në luftën e Kosovës neve na kanë prit gjermanë shumë mirë. Okay. Na kanë prit edhe atëherë na kanë prit mirë, kur nuk na kanë njoftë, posaçërisht tash që na njohin, na presin shumë mirë. Se e din, nuk e kanë atë prapavin që janë edhe një paragjykim që po, nuk e kanë atë paragjykimin që e kanë pas ndoshta në vitet e 90-ta, kur nuk i kanë njoftë, por tash i njohin dhe i dinë kush janë dhe nuk hezitojnë dhe ja u hapin dyert prapë. Çfarë opinionesh kanë ata, sidomos për këtë gjeneratën më të fundit, pas liberalizimit të vizave të cilët vinë, pajisjen me një vizë pune dhe pastaj fillojnë procesin e tyre të integrimit këtu në Gjermani. Sa janë të kënaqur me këtë kast të re të ardhurish nga Kosova sidomos? Po janë mjaft të kënaqur se secili që vjen nga Kosova, të gjithë punojnë dhe gjithë fillojnë me kurset e gjuhës. Okay. Kursi gjuhës bazë është nga A1 deri në B1. Të kurse janë falas apo janë me pagesë? Ka që janë me pagesë, por në zakonisht qyteti jonë organizon 3-4 kurse brenda viti i organizon falas. Në vitin e kaluar, për shembull, në vitin 2024, në shtator vitin 2024 ka organizuar një kurs dhe ato kanë marrë pjesë mbi 20 shqiptarë. Që i kemi regjistruar se kanë shkuar përmes Welcome Center, ku jam unë ato, edhe mbi 20 shqiptarë kanë marrë pjesë në atë kurs. Kanë përfituar nga këto shërbime, nga këto shërbime dhe ka qenë çdo gjë falas. Në muajin prill të këtij viti kemi organizuar 2 kurse tjera, njëri është para dite, njëri mas dite. Këta janë më pak të vizituar nga shqiptarë, për arsye se punojnë gjithë. Ai që është para dite është më pak i vizituar nga shqiptarë, se janë gjithë nëpër puna, vetëm ai që është mas dite. Tash nga shtatori i vitit 2025, tash fillojnë me kursin B2. Çalon puna në këto të cilat janë, domethënë shërbime të ofrohen falas, dallojnë në kualitet me ato që paguhen apo shërbimet nuk kanë dallime? Jo, unë mendoj që nuk kanë dallime. Ai këtu varet prej nxënësi, prej meje se sa shkojnë i përgatitur. Se sa serioz e marr unë mësimin që jam të zhvilluar ato. Ai këtu varet prej meje. Është i njëjti mësues sikur ai që punon para dite, punon me parë, mas dite punon pa parë. Domthonë e ofron kursin para dite, ato që ofron me parë, mbas dite ofron për mua pa parë. Domethënë falas. Nuk e besoj që e bën ai dallimin mësuesi, nuk e besoj. Ai mësuesi profesioni i mësuesit është një mision. Është një mision, nuk e besoj që e bën dallimin
se ai që bën mision, ai nuk bën paradite tjetër mision mas dite tjetër mision. Nuk është sikur atje te ne që fillimisht ju tregojnë vetëm titull dhe thon për shembull nëse dëshironi të mësoni më tepër, e jani në kursin me pagesë. Jo, këtë nuk është. Nuk është ashtu. Jo, nuk është ashtu. Jo. Bukur shumë. Afrim, je penduar ndonjëherë ndër vite që je larguar nga Kosova? Pyetje mjaft e vështirë. Çdo njeri prej neve kur ka ardhur në fillim kanë ardhur për një kohë të caktuar. Unë kur nuk e kam menduar kur kam ardhur para 30 viteve që do të vjet dita dhe të bëj 30 vjet në Gjermani. Po me kalimin e kohës njeriu mësohet, adaptohet. Angazhimet, puna, familja, gjitha dhe është krijon rrethin, shoqërinë, komunitetin bashkë si një familje, posaçërisht kur jeni në qytet vogël sikur jemi ne me 64.000 banor, njihim njëri me tjetrin, shumica e qytetarëve njihen me njëri tjetrin. Për mua është bërë sikur një lloj vendlinje dytë. Vjen një moment kur diçka të duket e kot, qoftë në Gjermani apo edhe për mërgjimtarët që jetojnë në vende të tjera, është ajo nevoja për të ndjerë dheun e tokës. Dhe kur të shkosh në Kosovë, pas sa kohësh fillon të ndjesh mungesën e Gjermanisë, të qytetit ku je? Pas një javë, 10 ditësh? Unë zakonisht ku shkoj verës rri 5 javë. Diku në javën e 4, vetëm se më rrok një fashtrese që më duhet mu kthye. Është puna, janë terminet, fillon shkolla. Jo se ndjej nevojën shumë, se kam dëshirë jashtëzakonisht madhe me nejt në Kosovë, se kam dalë shumë i ri, kam humbë shumë kohë. Kam humbë shumë kohë, ka që nuk kam pas mundësi me nejt as me familjar, as me prind. Kam shumë nevojë me nejt atje, po koha, puna, terminet, familja, shkolla, nuk... Po edhe 5 javë nuk janë pak. Dhe tani, brenda 5 javëve i shpenzon vetëm në për dasma, sepse gjithë ne i ruajmë për t'i bërë dasmat kur vinë mërgjimtarët, dhe kur të vinë mërgjimtarët janë të zënë terminet gjithmonë sa një dasëm të tjetra, apo kendo një kalendar për të vizituar qytete historike, për të vizituar qytete turistike, si organizon këtë 5 javëshin? Ne dalim me familje, i vizitojmë qytetet ndryshme, mas pari shkojmë Prekaz. Bravo. Shkojmë në Prekaz e bëjmë një vizitë dhe pastaj në për qytetet tjera. Po nga që ato 5 javë, dikun 8-10 dit i kalojmë në Shqipëri. 8-10 dit ato jenë ndame për Shqipërinë, këto tjerat jenë ndame për Kosovën. Se jemi të shtëpia edhe në Shqipëri edhe në Kosovë jemi të shtëpia. Unë nuk shoh dallim. Unë pushon shpirtin në dy vendet kudo që t'jam, edhe po fjeta në rrugë unë pushon shpirti ato. Atëherë kjo ishte edhe përmbyllja më e bukur i nderuar Afrim me pushimin e shpirtit. Ke menduar ndonjëherë që të kthesh përfundimisht në Kosovë apo nuk e çon ndërmend akoma këtë gjë? Me këtë ballafaqohemi shpesh dhe mendojmë që një ditë do të kthehemi, po kur do të jetë ajo ditë vetëm Zoti din. E diskuton këtë ndonjëherë me fëmijët, kur ju thua fëmijëve ndonjëherë i provokon ose ju thua seriozisht, çfarë thon fëmijët? Unë shpesh e diskutoj me djalin e madh, se djali i madh ka shumë dëshirë të shkojë në Kosovë. Bravo. Ai ishte tash në muajin prill, ishte 2 javë gjys. Dhe unë shkova në fund prillit e pas një rast dhe shkova, bab tha po vi prap, thash ju se je në shkollë. Edhe në qërtoj më tha të dishta se në muajin gusht dhe në 7 orë, tha i kam 6 javë pushimun në përkata, tha s'do të kthehen, tha do të ri 6. Thash okej, thash në rregull është. Ai ka shumë dëshirë të madhe të rinë në Kosovë. Edhe unë kam po mua puna angazhime, punës nuk më lejon më shumë se 4-5 javë, po kemi shumë dëshirë të rim atje. Inshallah na mundësoj Zoti dikur të vendosim dhe të thojmë do rim tani në Kosovë. Urojmë një gjë të tillë. Atëherë i nderuar Afrim, ishte kënaqësi që u kisha në këtë edicion, do ju dëshiruar gjithmonë suksese në aktivitetet e tua të çmueshme, qoftë adetare, por qoftë edhe ato ndërkomunitare që ju i bëni. Faleminderit shumë. Ju faleminderit që isha pjesë e emisionit tuaj, ju përgëzoj për emisionin tuaj, ju përgëzoj që jeni gjithmonë afër diasporës sonë. Shumë faleminderit.
Kujtoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo nëpër botë. Formati më i ri i televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Të dashur miq, që jemi këtu në celje të Slovenisë, pikërisht përballë lokalit një bashkëdhetari, pra familjes Rashkaj me origjinë nga Hasi, të cilët kanë vite që kanë ardhur këtu duke krijuar edhe një histori suksesi për mbar komunitetin shqiptar, jo vetëm në celje, por në mbar Sloveninë. Përshëndetje nga celja në Sloveni. Mirë se veni në furën tonë Okrepçevalnica Impekana, dober tek. Unë me origjinë jam nga Mila e Hasit, komunës Prizrene. Kanë dalë tonë përpara, tash jetoj në Kubaj, afër Vlashnës, Prizren afër. Me këtë traditë babë e babgjysh e kanë punu këtë punë, edhe neve në ka shku pak, se pak ka marake, pak edhe nevoja. Kena punu në Kosovë shumë vite në këtë profesion. Mas do vite vendosë marrë në Sloveni 2005. Ajtë pak kushtet më të mira. Po marrë në Sloveni 5 vite afër Gjorgjë kom jetu. Mrapa jam këtu në Kosovë, 8 vite tjera. Atje hapa bizniset. Me bizniset kena punu mirë, nuk o që së konë keq, po me kushtet e Kosovës, me rrymë, do stende, kena post jo të sigurune. Edhe mas një kuë vendosa apet më këthy në Sloveni. Kër ku marrë të Sloveni, jam këthy mrapa në Ljubljana të një furë komponuja një vjetë, mrapa vendosa me hap një biznes të vogël familjar. E kena marrë një lokal, një dyqan të vogël, kena punu me shoqen
që i ka marrë pak në ka një mu, so ka një reja dhe ajo, prej shkollës me ki, mja 2 vite gjys, mas 2 vite gjys që kena hapë këtë biznisën, ku jena sot. Çdo fillim ka vështirësi, po na kemi mrrimë me një pikë që jemi tepër të kënaqur kur mendoj se ku jam kanë e ku jam sot, po do me thonë, prej fillimi u kanë shumë i vështirë, po gjithçka krah familjes, fëmijëve, burrit kena arritën, po do me thonë, po bashk edhe me punëtorët, stafin, sidomos nuk i llogaritim që kemi punëtor, se asnjë se kem familjar, po nimi së më ka një familje. Përshëndetje, mirë se erdhët në furrën tonë, unë jam Beatrisa, është kënaqësi që të punoj me anëtarët e familjes time. Këtu punoj rreth 3 vite. Në furrën tonë kemi shumë lloje të ndryshme të ushqimeve, ku fillojmë nga buka, kemi bukë të bardhë, bukë me komper e shumë lloje tjera të zeza, dhe kemi peciva, krejt llojet e pecivave që në krofne, shtrudle e shumë gjona tjera. Përveç këtyne kemi edhe qebapa, pliskavica, kebapa dhe kemi prej ambëlsirave, që i kemi edhe ushqime tradicionale të Kosovës, baklava, trileqe, tollumba e shumë gjona tjera. Për këtë produkt, na si portare kena prej brumeve, kena familjar tradit, po ka miqë kena ardhur pak për kërkesës së klientëve, dhe e kena po që ka kërkesë, dhe për të miqët kena kebab, dyner pulës, kjo është e lopës, që vopët i kena lopës, normal, hamburgera, pleskavica. Fillimi u kanë shumë i vështirë, po gjithçka krah familjes, fëmijëve, burrit kena arritën, po do me thonë, po bashk edhe me punëtorët, stafin, sidomos nuk i llogaritim që kemi punëtor, se asnjë se kem familjar, po nimi së më ka një familje. Unë jam Florie Bytyqi, vi nga Soareka, në qytetin e Kosovës. Punoj këtu që 3 vite me stafin familjar. Si ka qenë fillimi këtu, që sa kohë je këtu? Mirë shumë, për mu ka qenë fillimi se për herë parë jam punësu këtu. Me një vend huj është pak ma zor, shkaku i gjuhës e shumë tjera probleme, po mu puna më ka ndihmu shumë edhe për gjuhë, edhe ku më kalu shumë mirë dhe tash. Unë ma shumë punoj në pjesën e shitjes, këto mira ma shumë me konsumatorët. Ki punë me shumë njerës, do të më konë pak ma komunikushme me njerës, me pas ma shumë sjellje ma të mira. Po meni tu je najboljši kebab, pa burek s mesom, burek sa sirom. Je, u redu je hrana. Za celje, po meni u celju da je najboljša pekarna. Unë jem Valon Krasniqi, jem nga rrethina e Prizrenit. Jem këtu që 6-7 muaj, që tash i bë 7 muaj. Jem burekgji. Profesioni i furrës, domethënë normal, dihet i përgjithshëm është. Buke, peciva, burek, pica, këto i bëjmë krejt. Ma shumë të bureki, po ku ka nevojë shkojmë, edhe në buke, edhe në pica, kështu që tonat ka pak i bëjmë. është problem, nuk unë veç mjeshtë, problem është do kush mundën e bo marë në furën, me bo pak ma i rondë, ma i zorë, që nuk po boreke, o këtë është. Pa sonë nuk konë që ka sekret, kjo është lypë shumë, ka kryp ujë edhe mijëll normal, nuk konë që ka, po varet,
Këtë e mjeshtria është puna, po, këtë e mjeshtria është puna, nuk on puna veç... Nuk ka falan farë filozofi shumë madhe, din. Kam punu në Kosovë kam në bërgjisë, unë ku marrë ta si shpet ku marrë po, din. E më konë Kosovë, se në këtë profesion e punojmë këtë familjarisht, baba, gjallara këte. Nuk kemi veç e mund që e punojmë këte. Shumë mirë në të kaluaj, nuk mund që me gjithë ma mirë. Unë qomi një Krasniqi, jam nga Prizreni, komunës Prizreni Postrishtit. Jam këtu që 2 vite, kaloj shumë mirë. Qa punë e bën konkretisht në këtë? Po, maroj pizza, dyner, kebab, pleskavica, në skarë maroj burek. Pra ekskluziv, mjeshtër ekskluziv. Po, nëma për gjitha. Kemi 4 llojet pizzave, klasike, margarita, tuna, kebab. Unë jam Floriana Goshe, vi nga Kosova, nga Malisheva, më saktësisht. Kam ardhë në furrë me punu që 2 vite, kam ardhë me vizë punës. Fillimi këto ka qenë një përparësi shumë e madhe, që këto kanë stafi krejt shqiptarë, edhe më kanë pritë ekstra mirë, jam di si në familjen tem. Gjithçka ka shku shumë mirë, normal me fillim, ona nuk e kom ditë punën në furrë, po se cilë jo mënu, njërat e vejta më ndihmu me ma të regu sa ma mirë, edhe më kanë pritë ekstra mirë. Këto jena të ndi vetën si një familje, krejt stafi jena shqiptare dhe gjithçka shumë mirë. Këtu marrë pjesë ndihmë se kolege, shërbem, ku të ka nevojë ma shumë. Çfarë të pëlqen më tepër ty kur të hash për vete këtu nga këto gjëra që ju i bëni? Më shumë më pëlqen kebapi, pizzat, të gjitha ka pak. Kënaqësi të jam pjesë e stafit tonë dhe t'ju shërbejmë komunitetit tonë që jetojnë këto dhe nacionaliteteve të tjera. Pritja është mbi gjitha. Përgatitja duhet më konë dhe përgatitja është nivel, po pritja është ma veçantë. Edhe si mishtëri këta se thënë si strongë, janë të knaqen me ne jena edhe ma shumë me knaqen me ata, edhe përgjësi edhe me punëtorët jemi një kombinim familjar që s'na mungon kërgjon. Emri im është Bleran Rashkaj, jam 14 vjeç, shkoj në klasën e 9. A kem atë për shok atje slovena, shqiptarë? Ma shumë kam shqiptar, mirëna me ta, kur që jam kohë në lirë luajaj futboll. Si të duket profesioni i babit, e imamit, i familjes, a vjen tu ju ndihmon edhe ty? Më duket pak i zërshëm, ma shumë ndëmej nga kuzhina. A ke fillu me marrë në i zanat aty si bot byregu apo bruka? Ma shumë në kohë të lirë qas pizza, gatuaj buk dhe pjeks. Në të ardhmen, ku të thosh edhe maj madh, a do të vazhdosh të jesh në këtë aktivitet apo mendon më marrë me ndaj biznes tjetër? Mendoj për tjetër aktivitet, mendoj për kontabilist, më duket punë e lehtë e mirë. Po kam qef të mëj edhe këta, po të këqyre edhe anën tjetër. Nëse bëhet fjalë një ditë më kthy në Kosovë, a do të refuzosh më kthy? Apo... Nëse vjen momenti për më kthy në Kosovë, do kthehesha. Në Kosovë normal vendi. Hiq mësë për pas familjar ki vendin, po kemi edhe familjar, kena matlar, kena migjallar, kena halla, kena teze, kena gjithë shka po du më thonë, edhe ato janë familjar, pjesë e familjes tonë. Faleminderit ekipit juve, televizionit, që keni ardhur, keni bërë këtë vizitë. Atëherë të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.